Festimet për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste në Fier janë shoqëruar me polemika të forta politike. Ish-deputeti socialist i Fierit Petro Kocçi ka reaguar rasht brenda ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke akuzuar për përçarje brenda socialistëve dhe për deformim të historisë së Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. Në një reagim publik, Kocçi shkruan: "Bulevardi digjet, korrupsioni krihet. Themeluesi e korrupsionit nuk mund të mos e ushtrojë zanatin edhe në një ceremoni kremtimi të përvjetorit të themelimit të PS. Zakonisht ajo mbjell frikë dhe servilizëm kudo ku e dërgojnë në detyre shtetërore apo partijake. Brëm shfaqje dhe vesin e ligë të përçarjes së themeluesve të PS, ca i ftoi, ca i harroi. Servile dhe frikacake të rreth saj nuk bëzan. Përformoi haptas një sjellje ordinere prej hakmarrësje. Hierarkinë e kontributeve të themelimit, modernizimit dhe fuqizimit të PS nuk e hedh dot askush në koshin e plerave." Deputeti socialist Vjo Matej akuza ndaj Balluku duke lidhur atë edhe me zhvillimet e fundit politike në Fier dhe procesin zgjedhor. As pak imazhi një individi që frymëzon protestat e përnatshme në bulevardin e Tiranës dhe që ushqen PD në Sali Berishës. As pak njeriu që në zgjedhjet e 25 majit i solli historisë së PS Fier turpin e vjedhjes së votave dhe brenda llojit i verifikuar nga procesi i rinumërimit apo skandalin e falsifikimit të përbërjes së listës fituese në numërimin e parë të fletëve të votimit. Dhe kur njeriu që përfshiu në listën e deputetëve penjollët atyre që i bën nënën votave dhe sakrificave të socialistëve në zgjedhjet e vjetës së kuqe të vitit 96, apo të atyre që hoqën bathje të paragrave të Libofshës, nuk e çrrënjosin dot historinë e themelimit të PS themeluesit e korrupsionit.